A kam nejt të keq që thot se unë jam fetare, agjeroj, por nuk falem rregullisht shkaku se i kam 4 fëmijë. Zoti t'i rujt fëmijët, t'i baft halal dhe t'i bekoft. Zoti t'a shtoft devotshmërinë edhe fetarinë tënde. Elhamdulillah që agjeron edhe je fetare, por veprën esenciale kryesore të ibadeteve që është namazi, nuk po e kryen me rregull. Motër, për hir të Zotit këshilloj, falë namazin, falë namazin, falë namazin. Edhe pse i ke 4 fëmijë. Mundo me nejt me abdes, edhe s'paku veç farzin me e falë. Vallai, nëse ja nis me falë rregullisht, ka me ta letu Zoti. Ashtu në atë kohë, kur ti tu falë, kanë mu qetësu fëmijët. Në fillim do t'jetë pak sfidë, por kadal dalës rregullohen gjanat. Nuk themi që ti je i keq pse s'fal ose ku e di çka. Ama asësin nuk mund të them që në rregull është çdo send apo çdo gjë përderisa ti nuk e fal namazin. Për hir të Zotit të këshilloj, unë nuk kam interes për kësaj fjale. Interesi kthehet te dhe çdo kush i cili nuk e fal 5 vaktin edhe dëgjon këtë video. Mos e lejoni veten që balli juaj mos më ran sejdë 5 herë në ditë për krijuesin, meritorin për adhurim të vetmin, pa fillim dhe pa mbarim, Allahun xhalla shanu. Sa po të dëgjosh këtë video, jepja besën Zotit që ki me fal 5 vaktin me çdo kusht. Kimi pa lehtësimet pasaj të jeta jote dhe të fëmijët e tu. Allahu të rujtë.